Pika e 4 me radhë, projekt ligje për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë, projekti rrugës me shpejtësi të lartë, Prishtinë-Mitrovic, kredi shtesë ndërmjet Fondit Saudet për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës. Në bazë të nenit 83, paragrafi 5 të rregullorës së Kuvendit, projekt ligje për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare shqyrton Komisioni Përgjegjës Raportues. Qeveria e Republikës së Kosovës ka proceduar ratifikimin e marrëveshjes së kredisë, projekti rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, kredi shtesë ndërmjet Fondit Saudet për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës, dhe Komisioni për Buxhet si komision funksional është i ngarkuar që ta shqyrtojë projekt ligjin dhe të paraqesë raportin me rekomandime në Kuvend. Gjithashtu këtë pikë të rendit të ditës kemi Ministrin e Financave për ta arsyetuar dhe paraqitur para Komisionit. I nderuar Ministër, fjala për ju. Faleminderit të nderuar kryetar, të nderuar anëtar të Komisionit për Buxhet, Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave në këtë rast në kuadër të bashkëpunimit të saj me institucione financiare ndërkombëtare, kanë nënshkruar marrëveshjen e kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit Saudet për Zhvillim për projektin e rrugës magjistrales Prishtinë-Mitrovic, pjesën e mbetur. Meqense edhe segmenti deri tanishëm pra ka qenë i financuar po ashtu njëra pjesë, njëra komponent ka qenë financuar nga Fondi Saudet për Zhvillim. Ky projekt do të zbatohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, si Ministri e Linjës, në bashkëpunim me njësinë implementuese të projektit. Qëllimi i këtij projekti është të lidh pra kryeqytetin me qytetet e Vushtrrisë dhe Mitrovicës, deri më tani pra deri në Smrekonic pjesa e segmentit është përfunduar, ndërsa pjesa e mbetur pra parashihet që të përfundohet apo të kompletohet përmes këtij financimi. Punët që do të financohen, pra janë, siç e thash, seksioni Smrekonic-Mitrovic, që ka një gjatësi prej 5 kilometrave, ku ndërtimi i 2 korsive shtesë dhe 2 korsive të emergjencës, si dhe ndërtimi i 4 kryqëzimeve, pra janë të parapara të mbolohen përgjatë këtij segmenti. Vlera totale e financimit është në shifrën prej 53 milion real saudit, apo e konvertuar në rreth 13 milion euro, ndërsa pjesa tjetër pra rreth 3.7 milion euro parashihet të jetë kontribut apo financim nga Qeveria e Republikës Kosovës. Kushtet financiare pra janë koncesionare me një tarif prej 2% vjetore, ndërsa kozgjatja e kredisë pra do të jetë 20 vite duke përfshirë edhe grace periud prej 5 vitesh. Si rrjedhoi, konsideruar rëndësinë e kësaj marrëveshje financimi dhe nevojën për ta përfunduar sa më shpejt segmentin e mbetur pra të rrugës Prishtinë-Mitrovic, me mirësi ju ftoj që si komision ta aprovoni këtë marrëveshje në fund projekt ligjit që e njëjta ti përcillet Kuvendit për ratifikim. Faleminderit. Faleminderit, nderuar ministër. Hap diskutimin nga kolegët deputet, nëse dikush e dëshiron fjalën. Deputeti Mërgim Lushtaku ka fjalën. Faleminderit, kryetar. Ministër, faleminderit për shpjegimin edhe për këtë elaborat nëse më me thotë kësaj marrëveshje. Siç e thatë edhe jo është marrëveshje që ka qenë filluar nga vitet e kaluara dhe sigurisht që vazhdon tutje për të plotësuar dhe për të përmbyllur një projekt shumë të rëndësishëm. Dhe ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi mbështet marrëveshjet ndërkombëtare dhe vazhdojmë të mbështesim edhe këtë projekt i cili është i nevojshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë kolegë deputet. Dëshiron dikush tjetër fjalën? Nëse jo, atëherë Komisioni për Buxhet pas diskutimeve dhe pas prezantimit të ministrit nxjerr këtë rekomandim të miratohet projekt ligji numër 10L013 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë, projekti rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, kredi shtesë ndërmjet Fondit Saudet për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës. Bëhemi gati për votim, nderuar kolegë deputet, kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenim? Konstatoj që me 7 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, kalon kjo marrëveshje. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime për projektin Energjia diellore fotovoltaike në KEK, Porta Globale. Qeveria e Republikës së Kosovës ka proceduar dhe këtë marrëveshje dhe Komisioni për Buxhet është i ngarkuar që ta shqyrtojë dhe ta paraqesë raportin me rekomandime të Kuvendit të Republikës. Me ratifikimin e këtij projektligji, Republika e Kosovës do të marrë kredi prej 33 milion euro që do të investohen për implementimin e projektit për energjinë diellore fotovoltaike në KEK Porta Globale.
Realizimi i këtij projekti do të rezultojë me 100 MW kapacitet prej energjisë së ripërtreshme, që është në linjë me strategjinë e energjisë të Republikës së Kosovës 2022-2031. Edhe për këtë pikë kemi Ministrin e Financave prezent që ta prezantojë dhe ta arsyetojë. Ministër, fjala për ju. Faleminderit i nderuar kryetar, nderuar anëtar të Komisionit për Buxhet. Pra, shkurtimisht e prezantoj edhe kryetari, bëhet fjalë për një projekt apo investim që do të bëhet në kuadër të ndërmarrjes publike KEK-ut, pra Korporata Elektroenergjetike e Kosovës, më saktësisht është shtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese të ripërtreshme, pra të energjisë ripërtreshme, konkretisht 100 MW kapacitet shtesë fotovoltaik apo energji solare që konvertohet në energji elektrike, e cila pra parasheh që të gjenerojë rreth 152 gigawatt-orë kapacitet prodhues në vit, si dhe pra në investim parashihet edhe infrastruktura përkatëse duke përfshirë rrugët hyrëse, kabllot në terren, transformator pra për linjen, si dhe linjë kabllore nëntoksore me në stacionin ekzistues në termocentralin Kosova A. Kjo kredi nga Banka Evropiane për Investime ka vlerën prej 33 milion eurosh dhe bëhet pra në kuadër, është njëra komponente e financimit në kuadër të projektit i cili në tërësi parashihet të ka vlerën prej 104 milion eurove. Për këtë projekt, pra është edhe një marrëveshje tjetër e financimit me KfW me vlerë prej 29 milion euro, si dhe korniza investive për Ballkanin Perëndimor, granti në vlerë prej 32 milion eurove. Pra, me qenë se jemi nën presionin kohor edhe për vazhdimin e projektit dhe është e nevojshme, e konsideroj që është pra mëse domosdoshme të miratohet kjo marrëveshje, sepse edhe kushtet financiare pra janë kushte koncesionare ngjajshëm sikurse që i kemi me marrëveshje tjera për financimin e këtyre projekteve, më saktësisht maturiteti i kredisë parashihet të jetë 25 vite me grace periudhë prej 4 vitesh, ndërkësh norma e interesit variabile është Euribor 6 mujor, ose mund të jetë edhe fikse 3.5%, varësisht se si vendoset për gjatë disbursimit, pra si vlerësohet që të jetë më e favorshme për shtetin e Kosovës. Pra, marrë parasysh kushtet, por edhe nevojën për investim në këtë projekt, ka që të rëndësishëm për shtim të kapacitetit gjenerues energjetik, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Se përket këtij projektit, në parim kemi diskutuar edhe më herët realisht për këtë projekt, dhe kemi qenë disa pikë pyetje se sa do të jetë i realizuar shumë kuptimin që është ofër obiliqet edhe tymi o pengesa. Di që edhe ju si ministri keni këto shqetësime, dhe e di, më kujtohet se dje këtë diskutim. Pavarësisht asaj unë po du me ri potencu që realisht po me pos vështirësi në këtë aspekt. Uroj që të realizohet sa më mirë, sepse Kosova ka nevojë për energji solare apo energji alternative, por sigurisht që këtu janë të vogla sa i përket kapacitetit dhe kërkesës së konsumatorëve tonë, qytetarët e Kosovës. Dhe realisht këtu vite sa jeni në qeveri, fatkeqësisht s'keni sjellë një projekt që kish me lecu, dhe më thonë edhe kish me liru edhe energjinë për qytetarët tonë. Po flas për një projekt të madh, siç duhet të jetë çështja e termocentralit, që fatkeqësisht siç e dini më herët e keni pengu si projekt, po gjithsesi nuk do na më kthy tepër se për ne më e rëndësishme është investimi për projektet, përgjegjësia i takon atyre që kanë pengu në atë kohë dhe tash pishon pasojat në rritje të energjisë. Sigurisht më kujtohet që ka qenë në buxhet planifikimi i tërësishëm, pse keni ndryshu, ndoshta kjo nuk më kujtohet konkretisht, po e di që kemi planifikuar me buxhet në tërësi me mbulu gjitha shpenzimet e këtij projekti me realizuar në formë, po ju keni vendosur që të hyni edhe në marrëveshje ndërkombëtare të kredisë. Prapë nëse keni vendosur, nëse si parti e mbështesëm, po nëse ka buxhet mjaftueshëm pse detyrimisht shkojmë edhe në formë të kredisë, sigurisht është ajo ideja juaj, por besoj që kishte me qenë mirë me buxhet tonë me përfundu nëse kishte pas hapësirë të mjaftueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit për çështjen e ngritur, faleminderit deputetës Rexhepi për mbështetjen.
Ndërkëse sa i përket çështjeve që ngriti deputeti Lushtaku, nuk ka qenë parapar me buxhet, pra nuk ka linjë buxhetore, meqense projekti që nga fillimi ka qenë i paraparti zbatohet nga Keku, pra meqense është organizata për ndërmarrje publike jashtë buxhetore, por gjithsesi arsyeja pse ka qenë e favorshme të shkohet në këtë rrugë është edhe pjesa e grantit që përmenda. Pra 32 milion euro janë grant, meqense shkojmë me financim përmes Bankës Zhvillimore Gjermane KfW dhe me financim nga Banka Evropiane për Investime, është kualifiku projekti edhe për përfitimin e grantit në vlerë prej 32 milion euro. Pra janë mbi 30% e projektit që realisht janë grant, cilin s'ka nevojë të kthehet, e gjë që e bën të favorshëm ekonomikisht. Prandaj ka qenë kjo mënyrë e përzgjedhur. Dëshiron fjalën dikush tjetër? Nëse jo, atëherë Komisioni për Buxhet nxjerr këtë rekomandim të miratohet projekt ligji numër 10/011 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK Porta Globale. Bëhemi gati për votim, nderuar kolegë deputet. Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenime? Konstatoj që me 7 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kalon edhe kjo marrëveshje. Te pika e 6 e rendit të ditës, që është projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për projektin impianti për trajtimin e ujrave të zeza në komunën e Podujevës. Ky projekt do të përfshijë financues do Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Marrëveshja e kredisë me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka vlerën prej 25 milion euro. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti është parashikuar edhe një grant nga Koniza Investime për Ballkanin Perëndimor. Për ta prezantuar edhe këtë marrëveshje kemi prezant ministrin e Financave, zotin Goran Murati, me çka japim fjalën që ta prezantojë këtë marrëveshje. Ministër, fjala për ju. Faleminderit të nderuar kryetar. Pra edhe ky projekt i radhës është një marrëveshje ndërkombëtare për financim të projektit për impiantin e trajtimit të ujrave të zeza në Podujev, meqense për gjitha komunat tjera ose ka tashmë impiant, siç është rajoni Dugagjinit, pra Gjakova, Prizreni, Peja, apo janë në proces të ndërtimit. Pra në komuna tjera të mëdha, përfshirë Mitrovicën, Ferizaj, Gjilani, edhe Prishtina, ndërka që vetëmja komunë, pra që hynë në kategorinë e këtyre komunave të mëdha që nuk mbulohen ende nga trajtimi i ujrave të zeza që ka nevojë të madhe, është edhe Podujeva. Pra me këtë kompletohet apo përmbyllet qarku i mbulimit të trajtimit të ujrave të zeza në për komunat e mëdha, pastaj mund të kalojmë edhe në nivele tjera, pra intervenime më të vogla që janë të nevojshme, sidomos aty ku pra mund të ketë edhe ndotje më të lartë. Sa i përket projektit në fjalë, pra është synohet financimi i ndërtimit të një impianti të ri për trajtimin e ujrave të zeza në komunën e Podujevës, zgjerimin dhe përmirësimin e rrjetit të kanalizimeve, si dhe financimin e asistencës teknike, pra që do t'i ofrohet kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, që në këtë rast do t'jetë zbatuese e projektit, sepse e mbulon atë zonë. Pra tek pjesa kryesore është ndërtimi i impiantit për mbulimin e kapacitetit për një popullsi ekuivalente prej spaku 50.000 banorësh, përfshirë edhe zgjerimin dhe përmirësimin e rrjetit të kolektorëve të ujrave të ndotura në Podujev, që përfshin rreth 20 km gjatësi për kolektorin kryesor dhe lidhjet e fshatrave, si dhe ndërtimin e një impianti pilot po ashtu për trajtimin e ujrave të ndotura të fshatit, duke përdorur zgjidhje të bazuara në natyrë. Marrëveshja e kredisë ka vlerën prej 25 milion euro, gjithashtu parashihet që të aplikohet edhe për grant investiv në kornizën e Ballkanit Perëndimor, pra për investime, ndërka që norma e interesit është variabile e bazuar në Euriborin 6 mujor, kurse tarifa e zotimit është 0.5% në vit. Kozgjatja e kthimit të kësaj kredie do të jetë 15 vite me 3 vite grace periud dhe pra gjithashtu është parapar që të afrohet edhe asistencë teknike të KRU Prishtina me fonde pra grant nga Bergji, që shuma e së cilës pritet të jetë rreth 450.000 euro shtesë, pra mbi vlerën e projektit. Marr parasysh nevojën pra për këtë investim kaq të rëndësishëm, sa i përket mbrojtjes së ambientit, por edhe rritjes së cilësisë së jetës qytetarëve në komunën e Podujevës, por edhe në komunat përreth, pra që
mund të jenë apo mund të ndikohen nga ndotja e ujrave, ju ftoj për miratim të këtij projekti. Faleminderit. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet, kush është për? A ka vota kundër? A ka vota abstenim? Konstatoj që me 7 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, kalon edhe kjo marrëveshje. Dhe e kemi marrëveshjen e fundit ndërkombëtare për këtë rendite, që është projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Qeveria e Republikës së Kosovës ka proceduar edhe këtë marrëveshje dhe Komisioni për Buxhet është i ngarkuar që ta shqyrtojë. Marrëveshja e cila ratifikohet nga ky projekt ligj nuk do të ketë kosto shtesë të paparashikuar, e gjithë kosto e kësaj marrëveshje është e paraparë në instrumentet buxhetore. Sa i përket kushteve të financimit, kredia ka vlerën prej 50 milion euro dhe kozëqotja e saj është 11 vite me 2 vite grace periudhë. Edhe këtë pikë e kemi prezant Ministrin e Financave, zotin Kurran Murati, me çka e kalojmë fjalën për prezantimin e kësaj marrëveshje. Ministër, fjala për ju. Faleminderit. Të nderuar anëtar të Komisionit për Buxhet, duke u nisur nga suksesi i kaluar pra i projekteve që kemi pasur në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të ngjashme, sidomos duke përdorur edhe fondin për eficiencë, pra fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë, si agjenci zbatuese e projektit, ne jemi angazhuar që të negociojmë një projekt të ri, i cili do të mundësonte pra renovimin dhe zbatimin e masave të eficiencës, pra duke përfshirë ndrimin e dritareve, kulmit apo edhe izolimin termik të pjesës së mureve të ndërtesës, për deri në 400 ndërtesa pra që janë në pronësi publike, kësaj duke rezultuar edhe në uljen e konsumit të energjisë elektrike, sidomos gjatë stinës së dimrit, kur edhe ka konsum më të lartë. Dhe pastaj duke pasur edhe mungesë të kapacitetit gjenerus në vend, detyrohet pra që të importohet energjia elektrike, e kësaj pra përmes këtij projekti synohet edhe ulja e konsumit. Masat e eficiencës, pra si që thash, do të përfshin ndër tjera përmirësimin dhe zëvendësimin e sistemeve të ngrohjes, sistemeve të ndriçimit, kalldajave, izolimin termik, si dhe instalimin e dritareve dhe dyrve më eficiente, pra me eficiencë më të lartë energjetike. Vlera totale e financimit është 50 milion euro, ndërka gjithashtu parashihet mobilizim edhe i granteve deri në 20 milion euro shtesë, pra që mundson intervenimin apo investimet në këto ndërtesa, dhe kushtet financiare të kredisë janë koncesionare. Pra norma e interesit është standarde bazuar në standardin e Euriborit 6 mujor, ndërka tarifa e zotimit është 0.5% në vit. Afati i kthimit të kredisë është 12 vite me grace periudhë prej 2 vitesh. Ndërka pra financimi i këtij projekti, siç e thash, synohet të plotësohet edhe me grante investuese në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit shumë, i nderuar ministër. Hapi diskutimin nga anëtarët e komisionit nëse dëshiron fjalën dikush. Nëse jo, atëherë urna deputeti Emilia Rexhepi ka fjalën. Minister, veç një pyetje në kuadër këto projekte ta keni shty ndërtesa në përfshatra, për shembull ambulanta dhe zyra rajonale? Tash intervenimi përcaktohet bazuar në studimin dhe analizën, pra vlerësimin aty ku ka kthim më të lartë, kuptimin që kudo që konsumohet energjia elektrike dhe që investimi do të ndikonte në reduktim më të lartë konsumit të energjisë elektrike, ato do të përzgjedhen. Po besoj, pra nuk janë të përjashtuara fshatrat, patjetër janë të përfshirë, vetëm se intervenimet specifike pastaj varen nga analiza se ku rezulton që ka kthim më të lartë në investim. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet, kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenim? Konstatoj që me 7 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, edhe kjo marrëveshje miratohet në mbledhjen e këtij komisioni.